Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dy hapa të rëndësishëm që mori profeti sallallahu alaihi wasallam kur u shtuan torturat e mushrikëve. Pasi torturat ndaj besimtarëve u shtuan, profeti sallallahu alaihi wasallam mori hapin e parë, i cili ishte hapja e shtëpisë El Arqam. Aty mblidhej profeti sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij, fshehur razi për të mësuar për Islamin. Ajo ndodhej pranë një male larg shikimit të mushrikëve. Hapi i dytë ishte që u tregoi besimtarëve mbretin e drejtë të Abisinisë dhe u tha besimtarëve kush të kishte mundësi të largohej nga padrejtësia e Kurishëve. Një pjesë e besimtarëve bën hixhet për në Abisini dhe u strehuan tek mbreti Najashi. Najashiu ishte një mbret shumë i drejtë dhe u kujdes për besimtarët. Më pas, ai pranoi Islamin prej sahabëve dhe u bë musliman. Dëgjohemi në videon e radhës. Assalamu alaikum.